Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, qëm salavat për profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Jemi ende në surën Sad dhe folëm herën e shkuar rreth disa prej popujve ose për popujt që u përmendën në ajetet që cituam, pra popullin e Adit, të Themudit, popullin e Firaunit, të popullin e Lutit, popullin e profetit Shuaib, dhe përmendëm disa hollësi rreth këtyre popujve, sidomos popullit të Firaunit dhe popullit të Ejkes, pra që tham popullit të Shuaibit. Edhe sot do të flasim rreth ndëshkimit që i përfshiu këta popuj dhe shkakut kryesor, dhe Allahu subhanahu wa taala e përfshin dhe i përmbledh të gjithë në një gjykim të vetëm dhe thot që të gjithë ata përgënjeshtruan profetët. Pra shkaku i ndëshkimit të tyre ishte përgënjeshtrimi i profetëve. Pra ne kemi folur dhe thamë që përgënjeshtrim do të thot, çdo thot përgënjeshtrosh një profet, do të thot që të mos e besosh atë si profet. Mos e besosh që ai është ngarkuar me mision nga Zoti xhaleshanu. Ta shpërfillësh fjalën e tij. Dhe të mos e besosh shpalljen që ai solli nga Zoti xhaleshanu. Ky është përgënjeshtrimi i profetëve. Kjo do të thotë që njerëzit refuzojnë, pra të këtyre popujve, dhe gjithë ata që mohojnë profetët dhe i përgënjeshtrojnë ata, refuzojnë që të jetojnë me mënyrën që Zoti ka dashur dhe ka urdhëruar për ta. Dhe padyshim që ky është një gabim shumë i rëndë dhe ndëshkohet nga Allahu subhanahu wa taala. Në popujt e shkuar ndëshkimi ka zbritur gjithë përfshirës. Pra siç në këto popuj që u përmendën në këto ajete të surës Sad, dietarët kanë nxjerr urtësi dhe kanë nxjerr mësime nga këto ndëshkime që ka sjell Zoti në këto popuj. Disa për këtyre mësimeve përmendim dhe sot inshallah në këtë mësim. Elusi Allahu subhanahu wa taala të përfitojmë nga mësimet që nxjerrin njerëzit e dijes. Shkretira ende mban fshehur gjurmët e popullit të Adit, me pallatet e Iremit, pra të atyre vendbanimeve gjigande dhe madhështore. Shkëmbijnë tek dhendur të Themudit qëndrojnë se monumente të heshtura, thonë dietarët. Akoma sot ende gjenden, domethënë ato gdhendje të hershme të popullit të Themudit, që tregojnë për atë qytetërim të lashtë. Gjithashtu fusha e detit të vdekur mbulon vendet kur dikur lulëzuan qytetet e popullit të Lutit, pra në zonën e Jordanisë, mes Jordanisë dhe Palestinës. Pra një zonë në cilën jetoi populli i Lutit dhe aty zbriti ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala për shkak të shfrenimit ekstrem të atij populli në imoralitet dhe në gjunafe, padyshim edhe në mohimin e Zotit subhanahu wa taala dhe në idhujtarinë. Gjithashtu edhe vendet e popullit të Ejkes, pra popullit të Ejkes e tham është pylli i dendur dhe ato pemë që ata i adhuronin veç Allahut subhanahu wa taala është populli i Shuaibit. Edhe këto, të gjitha këto vende pra flasin pa fjalë për popujt që u zhdukën dhe për mesazhin, domethënë e pashprehur se fati i tyre mund të bëhet edhe yni. Pra, duke qenë se Allahu subhanahu wa taala na njofton rreth historive të tyre, na sjell hollësisht veprat e tyre dhe për shpërfilljen që i bën profetëve të Zotit xhaleshanu, në të njëjtën kohë na qorton edhe ne që të kemi kujdes që të mos bijmë në të njëjtën gabim, sepse ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala do të jetë po i njëjti. Kurani nuk i përmend rastësisht këto historitë pra të popullit të Nuhut, Adit, Firaunit, Themudit, popullit të Lutit dhe të Shuaibit alayhim salam. Në gjitha këto, si thot Allahu subhanahu wa taala, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid, thot një sure tjetër që përmend të njëjtat histori. Pra edhe në surën Qaf, po ta vëresh me kujdes, diku rreth ajeteve 12-15, Allahu xhaleshanu përmend të njëjtat popuj. Dhe në fakt këto popuj përmenden së bashku, edhe pse profetët janë të shumë. Në sure të tjera përmenden edhe shumë profetë të tjerë. Po ne tham dhe e theksuam në një nga mësimet që këto popuj janë pikërisht ata popuj që kanë jetuar në gadishullin arab, përveç Firaunit që është pjesë e sipërme pra Shamit. Pjesa më madhe Adi, Themudi, Shuaibi
Domethënë edhe luti pjesa e Shamit, pjesa e sipërme, dhe në fakt arabët shkonin dhe në Sham. Pra ata përballeshin me, domethënë me themi mbeturinat e domethënë historisë së këtyre popujve. Dhe e dinin shumë mirë. Pra i përmend këto popuj jo më kot, siç thuhet në surën Qaf, pra që janë përmendur të njëjtat popuj, thot Allahu subhanahu wa taala, në këtë pranë tregimet e tyre ka vërtet mësim për ata që kanë zemër që të mendojnë. Dhe një ajet tjetër thot për ata që kanë mend që të përkujtojnë. Pra me këtë na tregon Allahu subhanahu wa taala që në leximin e këtyre historive në Kur'an, dhe kjo na jep një metodë të mirë si të përfitojmë nga Kur'ani. Kur'ani kur jep histori, lexoj me kujdes ato histori. Ku do të përqendrohesh? Përqendrohu aspektet e gabimeve të tyre. Në çfarë aspekt ata gabuan? Ku ata, domethënë, gabuan në lidhje me besimin, në lidhje me profetët, në lidhje me Zotin subhanahu wa taala. Cilat ishin gabimet që ata e merituan dëshkimin? Pastaj nga ana tjetër, çfarë dëshkimi i zbriti Zoti subhanahu wa taala? Si veproi Allahu subhanahu wa taala me profetët dhe me ata që ndoqën profetët dhe ishin durimtar? Cilësitë e durimtarëve, si vepruan popujt? Pra njeriu të thellohet në historikun e këtyre popujve, që elhamdulillah, jo më thot Allahu, në këtë ka mësime për atë që ka zemër. Pra me zemrën tënde shëtit në këto vende. Pse jo, ndoshta edhe duke shkuar dhe duke vizituar, por duke e parë për të nxjerrë mësime. Dhe në ajetin tjetër thot për ata që kanë mend. Pse thot për ata që kanë mend? Sepse njeriu ka nevojë që të përfitojë nga mesazhet e Kuranit. Kështu përfiton njeriu duke lexuar dhe këtë histori, nuk e kalon thjesht si për të argëtuar, për të kaluar që të mbush kurreshtin e tij, domethënë lidhje me historinë e këtyre popujve. Pra ka mësime për ata që kanë mend. Komentuesit e vjetër, si Ibn Kathiri, vënë duke se vetë përmendja këtyre popujve synon të tërheqë vëmendjen mohuesve. Fillimisht atyre të Mekës dhe pastaj mbar njerëzimit, që të marrin mësim nga fundi i hidhur i atyre që shpërfillën të vërtetën. Historia bëhet kështu, domethënë një pasqyrë që me dritën e saj shikon njeriu ku të ecë dhe i shmanget gabimeve sepse di që fundi është i hidhur. Shkaku thelbësor i ndeshkimit shfaqet qartë në secilin prej këtyre historive. Dhe Allahu xhaleshanu i përmbledh të gjithë bashk në ata ajetin që folëm pak edhe herën e shkuar. Pra të gjithë përgjigjëstruan profetët dhe e bën hak dënimin tim. Pra përse u bë hak? Çdo më thënë u bë hak, do të thonë u bë i pashmangshëm. Ai që përgjigjëstron profetët dhe u kundërvihet shpalljeve të Zotit e ka hak ndeshkimin. Dhe ndeshkimi mund vinë në lloj-lloj formash. Disa prej tyre i sollin me këto popuj, por të ngjashme e sjell Zoti xhaleshanu edhe në jetën e sotme. Pra, secili nga këta popuj kreu padrejtësi dhe gjunafe të shumta, idhujtaria, tirania, imoraliteti, vjedhja, padrejtësia etj. Mirë po vija e kuqe, padyshim që solli ndeshkimin mbi ta ishte përgjigjëstrimi dhe refuzimi kokfort i mesazhit të Zotit xhaleshanu. Pra, të gjitha gjunafet vijnë sepse nuk i përkushtohemi besimit. Nuk i përkushtohemi shpalljes së Allahut xhaleshanu. Nuk është problemi domethënë i njerëzve që nuk ka shpallje, problemi është i njerëzit që shpërfillin shpalljen. Udhëzimi i Allahut gjithmonë do të jetë me njerëzit. Por problemi është i njerëzit që shpërfillin atë. Të gjithë, prandaj thot Allahu subhanahu wa taala, të gjithë mohuan profetët, prandaj e merituan ndeshkimin tim. Duke i mohuar të dërguarit, ata në fakt mohuan vetë të vërtetën dhe mëshirën që Zoti u ofroi përmes udhëzimit. Dhe merituan që të zhyten në të tilla probleme dhe fatkeqësi. Edhe në fakt po ta shikoj njeriu të reflektojë edhe në kohën e sotme. Sot është bërë tashmë, domethënë shumë e qartë që njerëzit nuk pyesin më për udhëzimin e Zotit xhaleshanu. Nuk besojnë në shpalljet e Allahut subhanahu wa taala, në profetët, aq më pak të nënshtrohen në shariatin e Zotit, që zbatojnë ligjet e Allahut xhaleshanu, kurse si nuk e mendojnë, madje e urrejnë këtë dhe e shfaqin urrëtitjen, e shprehin urrëtitjen. Prandaj meritojnë ata që Allahu subhanahu wa taala t'i ndeshkojë njerëzit me të tilla ndeshkime. Megjithatë, mes gjithë këtyre njerëzve ka për atyre besimtarëve që ashtu sikurse pasuesit e profetëve në të shkuarën, qëndrojnë besnik shpalljes, i qëndrojnë me sa të mundin, adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, qëndrojnë brenda kufive të Zotit, larg zullumit dhe padrejtësive, ruhen nga gjunafet që bëhen në shoqërinë e tyre, madje përpiqen të rregullojnë, të përmirësojnë, elhamdulillah, gjithmonë këta do të jenë të shpëtuarit. Gjithmonë këta do të jenë të shpëtuarit. Sikurse ndodhi me popujt, domethënë dhe me pasuesit e profetëve që përmendëm më sipër. Gjithashtu mësuam nga ajetet dhe dietarët theksojnë se kush mohon qoftë edhe një të dërguar të Zotit, në thelb do të mohonte çdo të dërguar tjetër. Pasi njëjti mesazh i tauhidit, pra njohurisë së Zotit dhe drejtësisë për cilën nga të gjithë. Prandaj edhe thamë në ajete, kur thamë domethënë të gjithë
përgjigjëstruan të dërguarit. Edhe thamë që kuptohet me dy mënyra. Pra ose secili popull përgjigjëstroi profetin e vet, pra populli i Nuhut përgjigjëstroi Nuhun, edhe me radhë, ose kur themi të gjithë përgjigjëstruan profetët, pra populli i Nuhut përgjigjëstroi të gjithë profetët. Populli i Adit të gjithë profetët. Populli i Shuaibit të gjithë profetët. Pse thamë këtë fjalë të gjithë profetët? Sepse ai që mohon një profet të vetëm, është një lloj sikur i ka mohuar të gjithë profetët. Për shumë arsye. Ndërto, të gjithë profetët kanë një linjë besimi. Asnjë profet nuk ka thënë ndonjëherë që më besoni mua si Zot ose më adhuroni, por se ka thënë çfarë? Adhuroni vetëm i Zot të vetëm. Përmes ligjit që ai ka shpallur. Kjo ka qenë fjala e të gjithë profetëve. Adhuroni Zotin një dhe mos i shoqëroni shokat. Largoni nga çdo lloj idhujtarie. Kështu që nëse ti mohon një profet, atëherë ti ke mohuar mesazhin e tij. Nuk e mohuar thjesht vetëm atë si person. Kështu që mohimi i një profeti konsiderohet mohim i të gjithë profetëve, dhe dham për këtë herën e shkuar dhe shembuj nga jetet ndryshme. Nga kjo kuptohet që refuzimi i një profeti është refuzim i misionit profetik në fakt. Pra në themel, në tërësi. Pra një kryengritje kundër gjithë të vërtetës që Zoti ka dashur të vinë ndër njerëz. Dhe ne thamë që veçoria e muslimanëve mes gjithë pasuesve të profetëve që pretendojnë domethënë të feve të tjera, është që muslimanët i besojnë të gjithë profetët. Ndërkohë që krishterët për shembull e mohojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe besojnë profetët që ishin para tij. Jehudët mohojnë edhe Isain edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe besojnë, pretendojnë se besojnë profetët e tyre siç thash edhe një herë, edhe pse pretendojnë se i besojnë në fakt, ata i refuzojnë dhe nuk besojnë as profetët që pretendojnë. Sepse në fakt ata po mohojnë linjën dhe shpalljen e Allahut xhaleshanu, që sillet përmes profetëve gjatë gjithë kohrave. Për këtë arsye Allahu nuk ndeshkon kur një popull pa i dërguar më parë një lajmëtar ose themi paralajmërues, por kur njerëzit vazhdojnë me kokë fortësi të mbyllin zemrat ndaj mesazhit, atëherë ata vetë kanë hequr për vetes mbrojtjen, domethënë dhe mëshirën e Allahut xhaleshanu. Pra Allahu gjithmonë subhanahu wa taala dërgon të dërguar. Dhe sot në kohën e sotme mbase po është e vërtetë që rolin e të dërguarve e luan ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qofshin dhe pak, se mbase në periudha të ndryshme njerëzit që përhapin të vërtetën, bëjnë davet, i thrasin njerëzin në rrugën e Allahut, me sjelljen e tyre, me jetën e tyre, me fjalët e tyre. Janë të pakët në kohë të ndryshme. Në kohë të tjera mund të jenë të shumtë dhe triumfon Islami, ngrihet dhe përhapet drejtësia dhe hajri. Por edhe pse janë të pakët, ata e kryejnë këtë mision. Dhe në fakt, në kohën e sotme, po ta mendosh, Allahu xhaleshanu ka bërë që përmes këtyre mjeteve të sotme dhe përmes edhe ngjarjeve që ndodhin, bën të mundur që të mos mbetet njëri pa u prezantuar me Islamin, pa u prezantuar me Kur'anin, me të vërtetën që në të cilën fton Islami. Dhe subhanallahu, domethënë edhe përmjet ngjarjeve, qoftë të dhimbshme me këto që ndodhin, njerëzit prezantohen me fen. Çfarë është kjo fe që bën këta njerëz të jenë të tillë durimtar? Ose çfarë është kjo fe që këta njerëz domethënë janë kaq të përkushtuar dhe janë të dhënë pas besimin në Zotin xhaleshanu. Pra elhamdulillah, mënyrat e Zotit janë të shumta, por luma ai që reflekton dhe mediton, duke parë gjitha këto dhe fillon të lexojë Kur'anin, fillon të meditojë në të kuptojë kush është detyra e tij. Pra, adhurimi i Allahut dhe mirë për atë që është përfill. Si dhe qoftë Allahu xhaleshanu kur nuk ndeshkon pa dërguar paralajmërues. Në iluzionin e fuqisë dhe pasurisë së tyre, ata popull menduan se ishin të paprekshëm. Edhe kjo është diçka që vërehet. Po ta shikosh në fjalët që thonë, domethënë, qoftë populli i Adit, populli i Themudit, populli i Faraunit, domethënë tregon se ata në iluzionin e fuqisë dhe pasurisë së tyre menduan se ishin të paprekshëm. Askush nuk mund t'i cënojë. Edhe sot shikon pamje të ngjashme. Njerëz domethënë që dalin me plot arrogancë, mendjemallsi, fotullak, edhe mendojnë se askush nuk i prek, mendojnë se mund të bëjnë gjithçka në faqen e Dheut, dhe një gjem në këmbë nuk u hyn, po vallahi le ta kuptojnë se historia është ndryshe. Le të lexojnë këtë histori dhe të kuptojnë se ç'ka ndodhur. Adët ishin fizikisht të fuqishëm, ndërtuan qytetrimin e Eremit dhe me kolona madhështore. Domethënë Adi, kush është i thanë, "Omen ashaddu minna quwwa", kush është më i fortë se ne thot. A nuk e din që Allahu alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Allahu që i krijoi ata është më i fortë se ata në fuqi, nuk e din ata. Thot Allahu subhanahu wa taala. Po kështu do më themudi gdhendi shtëpitë të sigurta brenda shkëmbive, subhanallahu. Domethënë nuk është parë në histori për kjo lloj madhështie. Gjithashtu faraoni sundoi me ushtri të mëdha mbi një tokë
pjellore si Egjipti, dhe kishte ushtri të jashtëzakonshme. Prandaj do quhet Dhil Eutad, pra ai ushtrive ose ai hunjve, domethënë që ndëshkonte etj. Pra duke thënë me mburje Firauni, a nuk më përket mua sundimi i Egjiptit? Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti? A nuk më përket mua Egjipti? Edhe këto lumen që rrjedhin nën këmbët e mia, thënë dietarët, ato lumen që rrjedhin nën këmbët e tij, i vari Zotit të rrjedhin mbi kokën e tij. Domethënë e mbytin ujë, e mbytin në det. Pra ja tregoi vendin Allahu subhanahu wa taala. Pikërisht me atë që mendonte se e sundonte, aty do t'ia bëj Zoti subhanahu wa taala, domethënë varrin, do t'ia jap fundin atyre kriminalëve. Gjithashtu, populli i Lutit gëzonte vendbanimet begata, një lugin dikur e gjelbëruar, po kështu dhe banorët e Ikes me pasuri dhe ishin me aleanca të shumta, me fuqi në tokë. Askush nuk i cënonte, e megjithatë, as forca trupore, as teknologjia, as pusoria e luksit dhe as pushteti toksor, edhe sot as ushtritë e mëdha dhe armatimet, edhe bombat bërthamore apo biologjike apo çfarë do qofshin. Nuk ka gjë që të mund të mbrojë ata nga ndëshkimi i Allahut kur vjen. Le ta kuptojmë këtë fakt se kjo është përsëritur gjatë historisë dhe në fakt janë as të parët as të fundit. Kur Allahu subhanahu wa taala dërgon ndëshkimin, asgjë nuk mund të ndalë. Edhe kjo kuptohet nga historia e këtyre popujve. Subhanallahu, sepse ndëshkimi i Allahut është i befasishëm, është i tmerrshëm dhe i pa imagjinueshëm. Nuk e kupton se si mund ta sjellë Zoti ndëshkimin. La ilaha illallah. Kur Allahu dërgon ndëshkimin, asgjë nuk mund ta ndalë. Një stuhi shkatroi Adin, pavarësisht pallateve të tyre, një klithm e larë nga sipër nga qielli i shoi menjëherë Themudin brenda banesave të tyre shkëmbore, thotë. Ujërat e përmbytjes mbuluan çdo toku, domethënë ata që e përqeshën Nuhun alayhis salam, të gjithë mbytën, përveç atyre që ishin anije me Nuhun. Hipën anijen e shpëtimit, anijen e imanit, të besimit. Gjithashtu, populli i Firaunit u fundosi gjithë me gjithë ushtrinë e tij, nga i pari deri tek i fundit. Dhe u ala Zoti trashëgim gjithë ato vise dhe bukurira atyre që patën durim, njerëz që ishin përndjekur, që ishin të varfër, që kur nuk mendohej se mund të kishin pushtet dhe pasuri, Zoti i shkatroi brenda një çasti, brenda një mëngjesi. E shkatroi dhe i përmbyti ushtrinë e Firaunit me gjithë nga i pari deri tek i fundit. Edhe u ala trashëgim atyre që ishin të dobët, të pafuqishëm. Mesazh. Pati mundësi domethënë që të reagonte Firauni dhe ushtria e tij, ti bënte ballë domethënë asaj që zbriti Allahu xhaleshanu. As pak. Po kështu edhe populli domethënë i Lutit me atë ndëshkim të frikshëm për gjithë ata që bëjnë të njëjtat punë që bëjnë këta popull i shfrenuar, atë shfrenim të poshtër domethënë moral, i vëri Zoti subhanahu taala që ja u ktheu përmbys atë vend dhe i varosi ashtu siç ishin të gjallë. Dhe pastaj i gjuajti me gur nga sipër, gur të ndezur prej Sixhilit. Edhe këta shpëtuan një mëngjesi vetëm. Ose sabahul mundhirin, thot Allahu xhaleshanu. Sa i keq ishte mëngjesi i atyre që u paralajmëruan, atyre që u kërcënuan, se të vinë ndëshkimi. E këta të mirë sot janë të ndëshkuar, e janë të paralajmëruar, por nuk e di si do vi ndëshkimi i Allahut. Shpresojnë Allahu subhanahu wa taala t'i gëzojë zemrat e besimtarëve dhe t'i poshtëroj mohuesit dhe bashkëpunëtorët me ta. Sa lehtë është të mashtrohet njeriu nga begatia materiale, nga fuqia e tij, nga pushteti, nga forca që posedon. Shumë e lehtë të mashtrohet. Madje të duket të habitshme si njeriu arrin një grad vetmashtrimi të tillë. Duket me fjalët e tyre, në mimikën e fytyrës së tyre kur flasin. Thua domethënë është i mashtruar ai subhanallahu. Ai mendon që është në kulmin e tij, po subhanallahu pa afrohet drejt shkatrimit. Pra njeriu është shumë e thjeshtë që të mashtrohet, edhe këtë e kuptojmë. Edhe nga historitë e popujve që u përmendën. Edhe sot mund të ndjejmë pa të iluzion kur krenohemi pra me zhvillimin, me teknologjinë, me aftësinë, me armët dikush, ne kemi armë që si keni ju, gjithmonë krenohen me fjalët që nxjerrin. Pa nuk mjafton një tërmet i vetëm vëllai. Një tërmet i vetëm mjafton domethënë që me mijëra dhe miliona njerëz brenda një nate të dalin të pastre. E një pjesë e tyre të varrosen të gjallë. Nuk mjafton kjo. Një furtunë vetëm, e çon Zoti i Madh. Një përmbytje shiu ose një rrebesh i madh, i cili përmbyt, domethënë qytete dhe shtete të tjera. Nuk mjafton, se keni parë të. Nuk i kemi parë, nuk i kemi vërejtur të tilla ndërhyrje nga Zoti xhaleshanu. Apo i konsiderojmë siç i konsiderojnë qafirët që gënjejnë veten, fatkeqësi natyrore. Ishte parashikuar, do të vinte ky uragan. Parashikoje.
ndëshkimin e Allahut kur të vijë. I dërguar Allahu subhanahu wa taala, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, na paralajmëroi qartë për rrezikun e kësaj vetkënaqësie, pra kur njeriu vetkënaqet me ato që ka. Na paralajmëroi profeti sallallahu alaihi wasallam thot, pasha Allahun, nuk kam frikë se do t'ju kaploj varfëria, thot. Por kam frikë se do t'ju hapet dynjaja, pasuritë dhe kënaqësitë e saj, ashtu siç ju hap atyre që ishin para jush. Dhe do të garoni për të, ashtu siç garuan ata. Dhe do t'ju shkatërrojë juve, ashtu siç shkatërroi ata që ishin para jush. Domethënë profeti sallallahu alaihi wasallam shikon si faktor devijimi, shkatrimi më të madh dhe më të frikshëm, shikon jo varfërinë, por shikon subhanallahu pasurinë dhe mundësitë e shumta që t'i jep Zoti xhaleshana. Kur njeriu ka pasuri të madhe, i plotson të gjitha qefet e vetes, e ka mundësi të bëjë gjithçka dhe nuk ka imanin në zemër që ta pengoj, ta ndaloj, ta stabilizoj jetën e tij brenda shinave të duhura, atëherë njeriu largohet. Dhe kjo është shkatrim, domethënë që njeriu nuk kthehet më pas, sepse mësohet me atë mënyrë jetese. Pastaj kalon kufir, po kaloj kufit, zemra së muret vdes, verbrohet. Prandaj rreziku më i madh nuk është varfëria, se ndonjëherë varfëria bën njeriu që nënshtrohet, ul kokën, kërkon ndihmën e Allahut xhaleshanu, është i përulur themi dhe ndoshta elhamdulillah dhe besimi nuk i largohet nga zemra, por kujdes krahun tjetër. Sidomos kur kjo pasuri shoqërohet pastaj edhe me pushtet, me arrogancë, me teprim në tokë, Allahu musta'an. Këta njerëz sallallahu na ruaj nga tilla devime. Ky hadith i saktë nga Buhariu na kujton se dëshira për pasurinë dhe pushtetin e kësaj bote mund të bëhet shkatrimtare për shpirtin, ashtu siç u bë për popujt e lashtë. Qoftë për popullin e Adit, të fuqishëm, kush është më i fortë se ne, shkatronin dhe si thot Allahu idha batashtum jabbarin, dhe kur futeshin ndëshkonin popujt, i ndëshkonin në mënyrë shumë të vrazhd, se ishin gjigant në trup. Dhe kur ndëshkonin ishin të ashpër në ndëshkim, subhanallahu. Edhe sot ka të ngjashëm me ta, edhe pse jo të mëdhenj në trup, po të mëdhenj në armë. Edhe kur fundën ndëshkojnë në mënyrë të vrazhd, të ashpër, të tillë domethënë s'ka parë syri. Allahu musta'an. Domethënë të merresh me të pambrojtur, me të pafuqishëm. Ja kjo është e ngjashme. Ose ata të tjerët që vidhnin dhe domethënë nga dëshira e madhe për pasurinë, vidhnin, domethënë peshonin mangut si populli i Shuaibit, ose ata që nga dëshirat e mëdha dhe shfrenimi si populli i Lutit, ose Firauni, i cili domethënë kishte domethënë pushtet edhe nga frika, sa mos i ikte pushteti për nga dëshira e madhe për pushtetin e tij, ishte gati të vriste fëmijët, të sapo lindur, meshkujt, vriste fëmijët e Ben Israilve. Pra, e bën njeriu epshi dëshira për jetën e kësaj dynjaje, e kuptojmë nga këto ajete që e bën njeriu që të dalë nga çdo lloj kufiri. E bën që të dalë nga çdo lloj kufiri. Prandaj duhet shumë kujdes. Le të mos mashtrojmë nga ajo që kemi në duar. Atë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, le ta shfrytëzojmë që të fitojmë ahiretin. Të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala pasuri, shfrytëzohet të fitosh ahiretin. Ka dhënë fuqi në trup, në mendje, në aftësi etj. Adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Përpiqu ta ndërtosh jetën ashtu si është hajër. Mos i kalo kufi dhe elhamdulillah jemi në hajër. Gjithashtu, për mësimeve. Vërtet, ndëshkimi i Allahut xhaleshanu erdhi befasisht për ata popull mohues. Ata shpërfillën për lajmërimin, jetuan me mendje madhësinë se ishin të sigurt, derisa çasti i vërtetës i zuri papritur. Populli i Nuhut vazhdoi të tallej dhe nuk besoi se uji mund t'i përmbytte. Madje edhe në momentin e fundit me të birin, dialogu i Nuhut me të birin, thë eja ibn Ania, i thotë jo, do t'i jepni majt të malit, do të më mbrojë nga mbytja. Do mendoj edhe momentin e kur fillon të zbret ndëshkimi, akoma kanë shpresë se mund të shpëtojnë nga ndëshkimi i Allahut xhaleshanu. Derisa një mëngjes rreth e zeza sollën një furtunë uji që se kishte parë kur më parë bota, vetëm kur vala i rrëmbeu ata kuptuan se kishin gabuar, por ishte tepër vonë tashmë. Ata kishin kaluar, si thot Allahu xhaleshanu surën Nuh, domethënë nga përmbytja ughriqu, u mbytën, fa udkhilu nara, dhe u futën në zjarr më një herë, subhanallahu. Nga përmbytja zjarri, nga përmbytja e ujit zjarri. Fa udkhilu nara. Ughriqu fa udkhilu nara, dhe më një herë u futën në zjarr. Kjo është për dënimin e berzakut, pra jetën e varrit. Edhe Firauni, thot Allahu xhaleshanu, domethënë mendo, pas më një herë pas përmbytjes subhanallahu. Ata thot Allahu subhanahu wa taala, çdo mëngjes dhe mbrëmë yu'raduna 'ala an-nar. Pra i paraqiten zjarrit. Jetën e kësaj dynjaje. Pra ky është ndëshkimi subhanallahu. I befasoi dhe domethënë i futin në ndëshkim të menjëhershëm.
Kështu që ndëshkimi fillon me njëherë, që në momentin që njeriu i zbret ndëshkimet dhe vdes takohet me Zotin, Allahu mustan, fillon ndëshkimi i zullumqarëve. Themundi guxoi aq shumë sa preu, domethënë dedhen që e solli si mrekulli Zoti subhanahu wa taala, madje me cinizëm priti 3 ditë, hëngrën dhe pinë për 3 ditë u kënaqën. Dhe Allahu tha domethënë hani dhe pini 3 ditë. 3 ditë do të kënaqeni me efshet tuaja dhe ditën e 4 subhanallah. Një zej të mërshëm nga qielli i goditin befasi dhe i la të vdekur të gjithë. La ilaha, me njëherë, në një çast të vetëm. Populli i Lutit po kalonte një natë si gjithë të tjerat, duke u tallur, duke vazhduar në gjunafet e tyre, kur papritur doli agimi i ditës së fundit. Një përmbysje katastrofike tokës i fshiu qytetet e tyre nga faqja e dheut. Askush prej tyre nuk e parashikoi orën e fundit dhe askush nuk mundi t'i shpëtojë asaj. Kështu Kurani thot, a mos u siguruan thot në ajet tjetër Allahu xhaleshanu, fa amina ahlul qura yatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Mos vallë janë të sigurt banorët e fshatrave, vendbanive, që t'u vinë dëshkimi ynë, ndërkohë që janë në gjumë. E si Allah kur janë në gjumë? Mund ta sjellë kur je zgjuar. Duhan wa hum yal'abun thot ajeti tjetër. Pra në kohën e duhas, kohën e paradites, kur ata janë duke kërkuar ose duke punuar ose duke luajtur dhe duke u argëtuar. Në çdo kohë ta sjell Zoti xhaleshanu. Mos ki siguri asnjëherë. Këto fjalë të Allahut godasin drejt për drejt zemrën atij që ka vërtet mend që të jetë i kujdesshëm, në çdo kohë të jetë i penduar, të pendohet tek Allahu subhanahu wa taala, të shpreh atij keqardhjen dhe kërkimin e faljes. Mos kemi garancinë se dënimi i Allahut s'na prek. Nëse Zoti dëshiron ndodh diçka, kush mund ta pengojë? Askush sigurisht. Prandaj i mençur është ai që nuk e haron kurrë frikën e Allahut xhaleshanu dhe përgjegjësinë para tij. Ai që nuk mashtrohet nga rahatia e përkohshme dhe begatitë e kësaj bote, alhamdulillah, do të jetë i sigurt. Pse se botën e ka kuptuar ashtu si duhet. Jeton me kujdes. Shijon mirësitë të Allahut subhanahu wa taala. I shijon edhe ai domosdoshmërinë e kësaj bote, por brenda kufive, me kriter, dhe në fakt kjo jep një kënaqësi dhe një lloj ngrohtësie dhe një jetë të këndshme, normale. Dhe alhamdulillah prapë do të përfitojë për jetësinë pastaj në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Sipas besimit ton në Islam, një ditë jo shumë larg, Allahu xhaleshan do t'i jap fund kësaj bote me një ngjarje të rënditse, që është fryrja e surit. Edhe ne thamë në përmbyllje të ajeteve që Allahu subhanahu wa taala i kërcënon ata, dhe edhe këta nuk presin gjë tjetër thot, vetëse një fryrje e vetme që nuk do të ketë min fewaq. Mbani mend kur folëm herën e shkuar fewaq, pra nuk do t'i lërë as të marrin frymë. Nëse vjen, as të marrin frymë ose të reagojnë nuk do të kenë. Ai që do të ngrej kupën e qumshit që të pi qumësh nuk do ta pi dot. Ai që është në këmbë nuk ulet dot. Kur vjen dëshkimi i Allahut xhaleshan. Kjo është fryrja e surit. Në tekstet tona domethënë Islami thuhet se suri i kiametit do të fryhet 2 herë. Hera e parë për vdekjen e të gjithë të gjallëve dhe hera e dytë për ringjalljen. Disa kanë thënë që është 3 herë, po kjo nuk është momenti i zjerimit të kësaj çështje. Ajo fryrje e parë është quajtur pikërisht fryrja e tmerrit. Domethënë nefkhatul faza. Pra e tmerrit të madh, sepse zëri i saj do të jetë aq i tmerrshëm sa në çast do t'i shem të gjitha zemrat, subhanallahu. Askush nuk do të mbetë gjallë përveç atij që Allahu do. Për jashtim Allahu e di, mund të jenë banorët ose ato hyrit e xhenetit, djelmosha shërbëtorët e xhenetit, disa prej melajkeve të zgjedhur etj etj. Allahu subhanahu wa taala di se cilët janë këta të veçuar për urtësinë e tij. Kur të ndodh kjo, njerëzimi do të jetë aq i papërgatitur sa ishin popujt e përmendur më sipër. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kiameti do të gjejë njerëzit duke bërë tregti, duke ngrënë e duke kuvenduar, dhe nuk do të kenë as kohë, as të japin fund bisedës, as të çojnë kafshatën në gojë. E jo më të pendohen. Kështu befasia e ndëshkimit është një realitet që duhet të na shqetësojë seriozisht. Sidomos në kohë kur shtohet zullumi, njeriu gjithkohës duhet të shtojë istighfarin. Gjatë gjithë kohës, sepse Allahu mstan, mbas ndëshkimi zbret dhe i përfshin të gjithë. Jetojmë në kohë të tilla, në vende të tilla, në vende në cilat jemi të përzier me mohimin. Madje shumica e njerëzve janë mohues. Prandaj është shumë me vend që besimtari, domethënë gjatë gjithë kohës të jetë, domethënë të kërkojë falje Allahu subhanahu wa taala, të jetë i penduar, i pastruar që çfarëdo që të ndodhë, elhamdulillah të largohet i pastër nga kjo dynja. Normalisht këto shqetësim pra do të kemi, por jo duke humbur shpresën, dhe jo duke u shqetësuar domethënë që çfarë do ndodhë, asgjë do ndodhë, ajo që ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Dhe ajo që do Zoti për besimtarin është më e mira. Kështu që elhamdulillah të qetësojmë besimtarët që me ata vetëm e mira do ndodhin inshallah. Një nga shenjat dalluese të këtyre popujve të humbur ishin zemrat tallëse dhe arrogante ndaj të vërtetës.
madje talleshin edhe me vetë ndëshkimin e Zotit xhaleshan. Prandaj dhe sikur u thanë ajetet edhe herën e shkuar, ata thoshin, sille ndëshkimin ton, pjesën ton të ndëshkimit, sille, nëse je i vërtet. Pra, për treguar që ne s'besojmë fare në ndëshkim. Ne besojmë që gjithçka është materie, nuk ekziston fare as Zot, as jetë tjetër, as xhenet, as xhehenem. Ata jo vetëm refuzuan profetët, por i përqeshin dhe i nënçmuan ata. Kur Nuh alayhis salam ndërtonte anijen me urdhër të Zotit në mes të tokës, paria e popullit të tij kalonte pranë dhe qeshte me të. Sa herë që prisej populli thotë Allahu, kalonin pranë, talleshin me të. Talleshin me Nuhun. Pse sa po ndërtonte anijen në mes të tokës, kjo anije përse të duhet në tokë. Talleshin se ai po ndërtonte anijen në dhe, të thatë, jo në afër diku për shembull brigjeve të detit themi. Po të njëjtët kryenesh thanë me përbuzje. Ai është veç një njerëz si ne që dëshiron të jetë si për nesh. Pra thjesht kërkon të na mbizotroj. Ai është i çmendur, prandaj pritni dhe pak. Pra i konsideronin profetët të çmendur. Edhe Adi dhe Mudi u tallën me profetët e tyre, duke u thënë me arrogancë, kush është më i fortë se ne? Banorët e Sodomës e fyen Lutin alayhis salam, duke quajtur, siç thonë njerëj që inhu nasu yatatahharun, këta njerëz janë me etik, duan të tregojnë që janë të pastër, apo talleshin. Se nuk pranonin, domethënë atë domethënë epsh të përshtirë të tyre, nuk e pranonin pra Luti alayhis salam dhe i quanin njerëz që duan të pastrohen këta. Pra talleshin me ta, e flisin me ironi me ta. Shkur këta njerëz e mbyllën zemrën me kryelartësinë e tyre. Nuk pranuan të dëgjojnë as këshill, as qortim, sepse mendonin se dinin vetë më mirë, domethënë të mirën e tyre. Por në fakt zgjodhen, Allahu musta'an, rrugën më të tmerrshme. Kjo gjendje e zemrës, përzierja e përbuzjes dhe kokëfortësisë është përshkruar në një hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam me kibër. Pra kjo është përzierja pra e përbuzjes dhe mendjemadhësisë është ajo që është lënda bazë e kibrit. Pra mendjemadhësisë, kryeneçësisë, që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ai që ka një fermi kibri në zemër nuk ka për të hyrë në xhenet. Në këtë hadith, pra e sill profeti sallallahu alaihi wasallam thotë nuk do të hyjë në xhenet ai që në zemrën e tij ka qoftë edhe sa një grimc mendjemadhësie, kibri, kryeneçësie. Një burrë pyeti, po njeriu që do rrobat e tij të jenë të bukura dhe sandalet e tij të mira, sa anëre sandale kishin që lidhin. Domethënë në këmbë. A është kjo mendjemadhësi e pyeti e dërguar Allahut? Profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj, Allahu është i bukur dhe do të bukurën. Pa nuk ka të bëjë mendjemadhësia me faktin që do të vishesh bukur edhe pamja jote të jetë e këndshme dhe e mirë. As pak. Mendjemadhësia thotë është refuzimi i të vërtetës dhe përbuzja e njerëzve. Pra, përqeshja, përbuzja e përzjell me refuzim të vërtetës dhe përçmim të profetëve dhe shpalljes, kjo është ajo që quhet kibër. Ishte gjë tjetër vetë se kibër ajo që bëri Iblisi i mallkuar. Gjatë gjithë historisë, Iblisi i mallkuar këtë ka bërë. Kibër i ka inspiruar gjithë atyre që kanë mohuar kibrin, mendjemadhësinë për ta refuzuar të vërtetën. Edhe i ka inspiruar ose i ka bërë që të fryen veten e tyre se kush janë, pra mendjemadhësia, kush jemi ne, kush jeni ju të ndjekim ju, ç'ne juve të na impononin ne se çfarë duhet të ndjekim dhe si duhet të adhurojmë Zotin ose çfarë të bëjmë. Kjo ka qenë e vazhdueshme në gjithë historinë. Imam Ibn Kathir në tërsinë e tij na jep një pamje të tmerrshme të ndëshkimit të popullit të Lutit, pasi e shkundi tokën dhe e përmbysi vendin e tyre, ai rajon u shndrua në një liçen, domethënë me erë të keqe, të qelbur, era të cilit kundërmonte rënd. Po aq sa i qelbur ishte vetë mosbesimi, tirania dhe sfidimi i vërtetës që bën ata njerëz. Ja kështu është fundi i atyre zemrave që përqeshin dhe tallen me të vërtetën. E shpërfillin, e përçmojnë atë. Kështu është përfundimi i tyre. Dënimi i tyre bëhet me një formë të tmerrshme, pikërisht ashtu siç ishin brenda vetes. Domethënë sipas llojit të punës e zbret Zoti dhe ndëshkimin mbi njerëzit. Nga një zemër që përbuz të vërtetën, dalin vetëm gjëra që mbajnë erë të keqe, kundërmojnë erë të keqe. Një shoqëri që ndërtohet mbi gënjeshtër dhe arrogancë ndaj Zotit, mbaron në poshtërim dhe shkatrim. Pra, përkundrazi, modestia, ka dëshmëria për të pranuar të vërtetën në shtrimin e Allahut xhaleshanu sjell, alhamdulillah shpërblim, ruajtje dhe shpëtim nga Allahu azza wa jall. Edhe kjo pra gjitha këto na nxisin pra që edhe një herë të shikojmë vetveten, shikojmë a jemi përqeshës, përçmues të vërtetës, edhe përçmimi nuk është vetëm që të tallesh duke u qeshur, përçmimi është edhe me refuzimin e saj, anashkalimin e saj, lënien në harres. Edhe kjo një lloj përbuzje, përçmimi është.
Pra e bëjmë këtë gjë? A jemi mundim dhe kur na këshillojnë dhe kërkohet që të ndjekim hajrin? Pra alhamdulillah njeriu ta hap syt edhe zemrën, ketë kujdes. Edhe i mësim për ta mbyllur me këtë inshallah. Përballë gjithë mohimit, talljes dhe përsekutimit, dalloni të pari palëkunduri profetëve dhe pasuesve të tyre. Besimtar, durimi dhe këmbgulja në të vërtetën. Gjë që gjithmonë rezulton me përfundim të mirë për ta. Pra edhe pse përballë këtyre popujve, domethënë të tillë, profetët dhe pasuesit e tyre gjithmonë ka, domethënë, përshkruar një durim, qëndrueshmëri në parimet e tyre, durim edhe në davetin e njerëzve dhe mos nxitim në përballjen me të keqen, pra ti jesh i kujdesshëm, ndjekësh rregullat, i përmbahesh atyre vazhdimisht. Normalisht që kërkon durim të fortë. Profetët nuk e humbën besimin dhe shpresën. Edhe kur u desh përballen me kundërshtar shumë të fuqishëm në dukje. Nuhu vazhdoi të thras njerëzit 950 vjet, pa u lodhur, nga tallet dhe fyret që i bënin. Ai vjoi ndërtimin e Anijes, edhe pse askush se besonte dhe në fund Allahu subhanahu wa taala e shpëtoi me atë grusht beshtimtarësh që hipën në Anije, të vetmit që shpëtuan, së bashku me gjithë ato kafshë që hipën atë. Hudi vazhdoi me ftesën e popullit të tij, kryelart, Adit, duke duruar për buzën e tyre. Derisa erdhi ajo stuhi, domethënë që e shkatroi si popull, të vetmit që shpëtuan ishin besimtarët, kurse të tjerët humbën. Ata si kapi asnjë gjë, subhanallahu. Ata besimtarë që besuan edhe duruan me Hudin alayhis salam, alhamdulillah, ata asnjë gjë nuk i kapi. Salihu gjithashtu nuk rreshti se këshilluar Themudin, edhe pse do kundërshtuan egërsisht, në fund Zoti i ruajti Shuabin dhe ata pak besimtarë nga britma qellore që më shkatroi zemërgurët. Mendoni pak, populli i Salihut, i Themudit, që u larguan me profetin e tyre, sa larg mund të jenë larguar ata që të mos dëgjonin atë zhurmë të tmerrshme që i shkatroi dhe vdiqin ata që ishin brenda popullit. Pra, është e mundur që Zoti të sjellë një ndëshkim të tillë që besimtarët të mos i kapë ky ndëshkim, edhe pse ai domethënë shumë afër. Dhe në kushte normale, për shembull, një zej të tmerrshëm që i bën të vdesin këta njerëz, ti sa larg duhet të jesh që të mos e dëgjosh atë, se ata afër ishin. Nuk është se ishin larg, vetëm thjesht u larguan dhe dolën nga vendbanimet e tyre. Është e mundur që Zoti të dërgojë ndëshkime të tilla dhe të bëjë selektive ndëshkimet? Po, është e mundur. Dhe shpëton Allahu subhanahu wa taala dhe besimtarët. Dhe kjo është një shpresë e madhe, subhanallahu. Po të mendosh pak këtu për shenjën e duhanit. Një nga shenjat e kiametit është duhani. Duhani është një nga shenjat e kiametit. Dhe ai do të mbulojë njerëz, si thot Allahu, yaghshan nasa, hadha adhabun alim, thot Allahu në surën, domethënë duhan. Pra i mbulon gjithë njerëzit dhe ky është ndëshkim i dhimbshëm. Ndërkohë që për besimtarin, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do të jetë vetëm si një zukme, domethënë si një rruf që i bllokojnë hundët pak, që bllokojnë pak hundët, vetëm kaq ndihen besimtarin, subhanallahu. Edhe mendoj jeton mes popullit. Kurse mohuesi thot i hyn këty domethënë nga të gjitha vrimat e trupit dhe jep dhimbje të mëdha, thot subhanallahu. Nga hundët, nga syt, nga veshët, subhanallahu, nga goja. Edhe i jep dhimbje të mëdha. Mundet që brenda një populli dikush të ndeshkohet, edhe dikush jo. Mundet domos zbret Zoti gur nga qielli, edhe ti jesh në mes të rrugës dhe guri të mos të zerë ty. Mundet. Mundet. Duke marrë parasysh ndeshkimin që ka sjellë Allahu xhaleshan. Është e mundur. Por për kë është kjo ruajtje, subhanallahu. Domethënë në mënyrë themi më të plotë është për ata që janë përmirësues, muslihinët. Për ata që përmirësojnë atë që njerëzit prishin, ata që rregullojnë, urdhërojnë për të mirë ndaj nga e keqja. Jo vetëm janë të mirë vetë, por ata mundojnë të rregullojnë të tjerët. Pra ata që urdhërojnë për të mirë ndaj nga e keqja. Ata që bëjnë davet, ata që përmirësojnë. Këta i mbron Allahu subhanahu wa taala. Si thot Allahu, "Anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'is." I shpëtuam ata që urdhëronin, ndalonin nga e keqja. I shpëtuam ata që ndalonin nga e keqja. Kurse ata që ishin zullumqtar, ata që s'ndalonin nga e keqja, dhe të urdhëronin për të mirë, i qojti Zoti çfarë? I përfshiu zullumqtar bashkë me këta kriminalët. Mbase këta mund mos e kenë ndëshkimin si këta të tjerë, sepse do të ringjallen si besimtar dhe elhamdulillah jetën e tjetër domethënë do të jenë të shpëtuar, por ama ndëshkimi i dynjas i glabron. Pra nëse do njeriu që elhamdulillah të shpëtojë le të jetë pra urdhërues për të mirë, të ndalojë nga keqja, të jetë nga ata që ftojnë fen Allahu subhanahu wa taala me durim, të njerëz që do t'i dallojë Allahu xhaleshan.
Po duhet durim, siç tham, sepse do përballesh me tallje, do të përballesh me përçmime, me nënçmime, do të durim, domethënë në përballje me këtë detyrë. Edhe Luti, alayhis salam, jetoi vite të tëra mes një populli të zhytur në gjunafe. Pa asnjë çast nuk lejohej që të kompromentohej dhe të infektohej padyshim nga domethënë shfrenimi i popullit të tij. Ai vazhdoi të ftoi të braktisnin të keqen derisa një natë melekët e Zotit e udhëzuan atë dhe familjen të dalin dhe të largoheshin, që ishin dy vajzat e tij. Ajo që mbeti pas ishte vetëm ajo plak që mbeti së bashku me atë popull të shfrenuar, pra gruaja e Lutit, nuk ishte besimtare, nuk ishte mbështetëse e tij. Mbase ishte nga ata domethënë që mbështesnin, domethënë ishte mendje hapur, siç e thon sot. Mendje hapur. Është njëri domethënë që i pranon tjetrin. Ja këta të që t'i japin mundësinë të gjithëve. Jo gjithmonë bëhet kjo punë. Kjo është shkatrim për gjithë njerëzimin. Nuk është problemi që është, domethënë ke inat me një person ose me një tjetër. Jo, kjo është rrezik, shkatrim, sepse del nga natyrshmëria e Allahut subhanuhu teala. Dhe e shkatroi Zoti subhanuhu teala dhe këtë. Shotoi vetëm Lutin bashkë me vajzat e tij, familjen e tij. Ja kështu, vëllezërit e mi, të dërguarit e pasuesët e tyre gjithmonë patën një mbarim të mirë. Edhe kur kaluan sprova të dhimbshme në fillim, ata ishin të durueshëm dhe Allahu shpërbleu durimin me fitore. Kjo është një ligjësi e Zotit në histori, megjithëse e keqja mund të duket se triumfon për një farë kohe, në fund fitojnë e vërteta dhe besimtarët. Fundit të dunjas, edhe sprova që duhet të durosh këtë, e kanë një fund. Pra, sado të mëdha të jenë sprovat të vëllezërit e mi, kjo është mësim që del nga këto ajete, sado të mëdha të jenë sprovat, ato e kanë një fund. Se jeta e dunjas është e shkurtër. Sa do e gjatë të duket, prapë e shkurtër është. Ka një fillim, ka një mbarim. Kurse ti, momentin që do të shkosh tek Zoti subhanuhu teala, do ikësh nga kjo dynja, fillon një udhëtim që s'ka më fund. Është i përjetshëm. Vetëm se kujdes. Përjetësinë në zjarr të xhehenemit apo përjetësinë në xhenetin e Zotit subhanuhu teala, në kënaqësinë e tij. Kjo është e gjitha. Në këtë dynja vendoset. Në këtë dynja vendoset. Se çfarë do të, alhamdulillah, do të zgjedh njeriu. Mos e zgjasim më shumë. Në dobit e këtyre ajeteve, elusi Allahun subhanuhu teala na bëj nga ata që janë durimtar, kur nuk e humbin shpresën, sado e vështirë duket situata, ata që kanë besim tek Allahu xhaleshanu, që ndrojnë të palëkundur në rrugën e drejtë, urdhrojnë për të mirë, ndalojnë nga të këqijat, e jetojnë jetën e tyre me devotshmëri, me durim, vazhdojnë duke qenë sistematik të palëkundur në rrugën e tyre dhe ruhen. Padyshim që fitoria, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, vjen me durimin, çlirimi vjen së bashku me ngushtinë dhe me çdo vështirësi së bashku me të vjen dhe lehtësimi. Këtë duhet mos harroj njeriu, elusi Allahu subhanahu wa taala të na forcojë në rrugën e tij. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.